Dëgjoj, raportet e në atë kohë kanë qenë të natyrshme dhe të kun kanë lindë nga që isha nga Kuksi, kisha shumë kushrit mi në Has, në Tropoj, biznesin e kisha të fokusuar quhet një vend Laprak aty ku ishte Farku i instaluar, dhe nevoja në atë kohë për ndihmë nga Kosova ishte shumë e madhe. Dhe ishte nevoja që as njerëzit nuk e besonin. Me të vërtetë se morë me atë fush, kishin nevojë për armë, kishin nevojë për gjëra, po jam munduar më së mundësi sa kam pas, duke munduar me financuar në mjete financiare, në buxhet financiar dhe në mjete motorike. Nuk ka rasti për të përmend tash, po të gjithë liderët e ushtrisë së Kosovës i kam prit dhe i kam përcjell me dashamirësinë time, ndoshta jo në çdo moment unë direkt, por nëpërmjet organizimit dhe menaxhimit që bësha. Vetë njerëzit aktual që janë sot, se nuk kam qenë për të përmend të mira që bëj vetë, do të thonë se nuk e kam bërë për detyrim, nuk e kam bërë për lavdi, por e kam bërë për dëshirën që kishte për Kosovën, por edhe për vujtjet që kishte populli i Kosovës. Biles koincidenca doli më e madhe, ama po si unë rastësisht hyra në investime në Tiranë, në Rinas dhe në Durrës me NATO-n për të bërë gazemet e NATO-s, dhe me datë 15 qershor NATO postua në Boshill, dhe unë me datë 15 qershor kujtohet si sot, në 8 mëngjesit jam nisë me 10 kamiona, me 10 eskavatora dhe me 10 fristrada, e kam marrë i pari biznesmen në Boshill, jo për të fituar. Kam lënë kamionat aty, kam thonë ja pa fshiarën, kur të marroni punë, çoni fjalë që vimar. Dhe në një dokument bële që më ka quar Departamenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës mas këtij viti, jam habit dhe më thoshte në atë kohë kompania quhej Anirom, në Morina, kishën këtyr për sëpërfsht, thotë Departamenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, thotë, ndaj jush, thotë, ka detyrimin, thotë, për 20 vjet, nëse keni çdo lloj ankese për neve, që neve nuk u kemi shërbyer me kushtet e kontratave që kemi pas. Dhe e çoj koincidencë që me 15 qershor të vi e ty i pari në Boshill, me ushtarët e NATO-s.